Përshëndetje të gjithëve, jemi këtu sot me Entela Koja. Përshëndetje Entela, mirë se erdhe në podcastin e Partisë Mundësia. Arsyeja pse Entela është këtu, shumë prej jush edhe mund ta njohin, është sepse ti je në një farë mënyrë zëdhënësja apo përfaqësuesja e banorëve të Durrësit, të cilëve po ju rrëmbehen pronat për efekt të projektit TID që është vendosur që të bëhet në Durrës nga qeveria. Kishit një takim apo jo me kryeministrin para disa ditësh, ku kryeministri pastaj vendosi që nuk donte më të fliste dhe urdhëroi edhe arrestimin dhe ndalimin e protestuesve. Ti ishe atë ditë? Po isha në qendër të tavolinës, më përpara. Vetëm mikrofonin e Entela. Më përpara kryeministrit, po. Ishe lart. Po, isha lartë sepse në qëllimin ton të gjithë, pavarësisht se njerëzit do të flisnin aty individualisht për rastet e tyre, që ne dëshmojmë grupimi kundër projektit TID ka sensin që të evidentoj të gjithë shkelet që janë bërë në këtë projekt dhe si rrjedhoi edhe vendimet e padrejta për shembje apo për marrje pronash, trojesh, private për të bërë të shpronësim për interes publik. Dhe biseda jone që e drejt për drejt, në përgjithësi, me thënë banorët folën për rastet e tyre. Kishte sa banorë ishin aty duke po ishin 31 familje. 31 familje ishin prezente në takim. Megjithëse njoftimin që është shumë i shkurtër në orët e darkës. Sa zgjati takimi? 2 orë e gjysmë. 2 orë e gjysmë. 2 orë e gjysmë dhe në bisedat që në fillim na u tha në mënyrë të prerë që ne këtu nuk kemi ndryshe nga çfarë ju pretendone, të pezullohet dhe të rishikohet projekti, ne jemi këtu për të projekti do bëhet, shëmbje do bëhen, ne këtu jemi për të sjellur në tavolinë disa oferta më të mira se ç'keni marrë deri tani, për e vlerën e shpenzimit, do të thënë janë 3 oferta që hodhin në tavolinë. Përpara se të them ato, duhet të them debatin e parë që pata me kryeministrin, i cili tha këto oferta që ne po ju bëjmë, o do t'i pranoni ose i këmatëja aty të dera. Dhe unë thash, ky është kërcënim. Tha, kjo nuk është kërcënim, po i thash është kërcënim që nga fakti që unë mund të dëshmoj, thash, që i këmatëja në shkelje të kompetencave ka filluar këtë akoma pa u shpronësuar pronat tona. Sepse pronat tona janë akoma në emratan dhe ka një procedurë në shpronësim dhe pa kaluar, pa i shpronësuar ti nuk mund ti shëmbësh ato. Do me thënë, po të hysh në debat me njerëz që mendojnë që janë ata që janë, nuk ka argumenti nuk është kur i fituar, sepse gjithmonë ata kanë drejt dhe ti je personi që i ke kuptuar gjërat gabim. Kështu që me pak fjalë, ata vunë reagimin e banorëve që protestuan në lidhje me shpronësimet, dhe thanë prit të bëjmë një ofertë tjetër pak më të mirë. Po, dhe thashë që nuk e kam bërë ndonjëherë tjetër, dhe kam frikë se do më bëhet precedent, i thash në qoftë se ky është një precedent i mirë, po, why not? Pse jo t'ja bësh dhe të tjerë. Një gjë do të kuptoj unë, banorët, ti je një nga këto. Unë jam një nga përfaqësues e tyre, po ti ke edhe një nga pronat. Po, domethënë unë kam një nga pronat që prishet në mënyrë të padrejtë nga projekti, të cilën unë kam mbi 2 vjet që evidentoj dhe e bëj korrespondencë me instituciona shqiptare dhe zhvilluesin e projektit. Zhvilluesi në fakt nuk është tamam ashtu, po sponsorizuesin e projektit ADF-n, duke i thënë që në projekte njihen edhe rastet kur bëhet gabim dhe unë si profesioniste e fushës, si arkitekt urbaniste, duke qenë që merrem edhe me procedurat në projektet huaja, njihet dhe fakti që bëhet një hap mbrapa dhe shikohen e korrigjohen. Nuk është dhënë kjo mundësi dhe neve vim, domethënë në këtë pikën që ata pavarësisht me gabimet që mbarsin, ata vazhdojnë të procedojnë. Dhe kjo është. Tani, çështja ashtu, cilat janë shkeljet më të rëndësishme që po ju bëhen juve, që po ju bëhen banorëve të Durrësit të prekur me ky projekt? Ka shkelje teknike, ka shkelje procedurale. Në shkelje teknike mund të them që duke qenë që projektet janë bërë pa zhornime faktike në objekte, janë bërë vetëm me disa pamje me dron, që mund të japin ty vetëm saksinë e objektit
zakonisht është një lloj po themi ekspertize që quhet fotogrametri, pra ti mund t'ja marrësh dimensionin e saktë të njollës së objektit, por ti kur nuk mund të dish gjendjen brenda të strukturës. Janë bërë projekte mbi objektet ekzistuese në këtë zonë që ka përfshirë projekti i Durrës dhe duke mos u azhëruar me faktin, janë bërë gabime të rënda në përcaktimet e objekteve. Kjo ka bërë që në këtë listën e prishjeve të futen objekte të cilat kanë dhe mur të 1500-s, kanë objektet 1928-s, objekti im është 1941-shit, e të tjera. Këto janë gabimet e rënda në projekte të cilat ne vazhdojmë t'ua themi që ju takon të shikoni e të korrigjoni. Shkelja tjetër e rëndë, ose shkeljet e rënda, kjo seri e madhe shkeljesh e rënda, është transparenca me njerëzit të cilët preken nga projekti. Pa për vlerën e shpronësimit. Jo, në hartimin e projektit. Okay. Në proceset e hartimeve të projekteve në legjislacionin shqiptar janë të përcaktuara, sidomos në sitet të trashëgimisë kulturore, shumë të qarta mënyrat se si procedohet, se si është transparenca me personat apo njerëzit e afektuar që i preken banesa. Domethënë, për ta thënë thjesht, ata takohen personalisht, pyeten personalisht dhe në fund bëhen marrëveshje me secilin nga ata. Këto i kanë ligjet shqiptare që nga ky që ju citova më parë 169/20 i dytin 2020 dhe deri tek ligjet e planifikimit të territorit, rregullimit të teritorit, tek VNM-ja, vlerësimit në mjedis. Në gjithë projektet që unë më qëllon të bëj ekspertiza për projekte të Bankës Europiane përmes ABRD-s e EIB-s, gjëja e parë që fillon në çdo projekt është pikërisht ky, studimi impakti mjedisor dhe social. Pra nuk fillohet, sepse është gjithë te kjo që ne dalim sot. Impakti social ka të bëjë pikërisht sa e afekton ky projekt, sa do i bukur të jetë, gjendjen sociale dhe reale, nuk është thjesht mjedisore, po të çdo gjë që kemi. Dhe problemi më i madh në këtë histori, mendoj që nuk është fakti vetëm që bashkia, kryeministria apo të gjithë bie në dakord me vlerat ose jo me pronarët. Problemi më i madh është se këtu jemi në një sit me shumë ndjeshmëri të lartë të shtërëzimit kulturore dhe sikur ata të bien dakord me njëri tjetër. Nëse ne këtu i kemi vënë gishtin prishjes së objekteve që kanë vlera të spikatora kulturore, këtu nuk është më çështje sa ju japim banorëve apo sa hidhet, nëse aty është vënë gishtin me objekte që nuk janë studiuar ashtu siç duhet të studiohen dhe nuk janë bërë projekte. Pra, problemi është më i madh se problem marrëdhënie banorësh edhe shteti shqiptar. Ai që duhet të kuptojmë është tu kemi të bëjmë me një problem pa aftësie apo dembelizmi, apo kemi të bëjmë me një problem abuzimi dhe pa drejtësie në lidhje me shpronësimin. Kështu që se unë për shembull takimet që pata kur ishim aty, unë vura re që aty kishte njerëz që thoshin që dakord. Doni ta shëmni shtëpinë time sepse mendoni se është më mirë për qytetin dhe është më mirë për këtë projekt? Po thanë, po pse si mundem unë me vlerën që ju po më njihni, si mundem unë me një vlerë prej 30.000 euro të vazhdoj të jetoj këtu, se unë s'do iki nga këtu, kam lindur, këtu kam jetuar dhe dua të jetoj po në tjetër zonë. Si mundem unë me 30-40.000 euro të blej një shtëpi tjetër? 100 metrë katror apo pak më shumë se 100 metrë katror në të njëjtën vend. Kjo më duk padrejësia më e madhe. Nuk po them që ato që u that nuk janë të rëndësishme, janë absolutisht të rëndësishme. Por tani po ata që kishin aty për këtë arsye po protestonin. Po protestonin sepse nga dita në ditë i morën dhe nxorën mes rrugës dhe thanë na 2 lekë dhe i rregullo si duash. Po, që është rreth 1/3 mesatarisht e vlerës së objektit që kanë ndërkohë. Kjo është padrejtësia më e madhe, mendoj unë. Patjetër. Sepse këta janë qytetarë të thjeshtë që nuk e kanë atë ndjeshmërinë që mund të keni ju dhe shoqëri që e keni, apo ka një pjesë tjetër shoqërisë për pasojat në vlerat arkitektonike apo historike. Por kjo mendoj që është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që këtu kemi të bëjmë jo vetëm me pa aftësi, që sigurisht ka dhe pa aftësi në hartimin, në pasaktësi, në mungesë profesionalizmi, por këtu ka të bëj si zakonisht me
shkeljen një të drejtë thelbësore. Po. Që Strehimit. e drejta e pronës. Drejta Se e si mund të strehimit vi me- dikush e pronës, e Po. strehimi është po Është është diçka tjetër. e garantuar me Tu kushtetues, flasim për pronë. Po, Për strehim do patjetër. thotë që un kam të drejta që shteti të kujdeset edhe për strehimin tim, pavarësisht se un nuk mund të kem mundësitë që të siguroj Do me strehimin nuk tim. ta Tu po flasim siguron me sa di unë thuhet, pikërisht. por nuk ta Tu po- prek në Ne rast këtu se po flasim për pronën. Po. E drejta e Po këtu po pronës, flasim për patjetër. pronën dhe kjo është një gjë që ky është një skandal i madh që ka ndodhur në këto 35 vjet dhe ajo që bashkon të gjithë juve që protestoni në Durrës, në ata që protestojnë në Shkodër, ata ideali që protestoi në Pogradec. fshat në Pogradec që Pogradec, arrestuan, është që këta nuk respektojnë pronën, jo vetëm që një pjesë e të mirë shoqërisë as nuk e kanë kthyer siç duhet ta bënin pas viteve 90, por dhe atyre që u Që kanë është kthyer, kthyer, ata po. që kanë legalizuar pronën e tyre, atyre u marrin duke thënë, vajt merr 1/3 apo 1/4 e vlerës që i takon. Praktikisht ky është abuzimi i madh Po. që unë shoh dhe që për mendimin tim duhet të nënvizojmë. Kjo është gjë e parë. Gjëja më e trisht është mënyra se si sajohen lloj mënyrash për ta bërë procesin sa më proceset janë abuzive, po ta bëjnë në rrugë mos kthimi. Dhe unë shoh kemi paralele me Pesmain, me kombinatin, është po i njëjti rast. Domethënë atyre po vjen ky rasti që po i ofrohet tani, pra që është hedhur në tavolinë, a dini çfarë ofrohet? Do t'ju japim një vlerë pak më të lartë se ajo që kishim, pra me referencat e reja, pra ju e planoni atë që ne po ju themi dhe që po harxojmë para të shumta në gjyqje për ta vërtetuar këtë. E dyta, shtëpia sociale në periferi, Vrin, diku afër Shënavllashit, kur njeriu atje banon me të njëjtën sipërfaqe, kur banon në një qendër të qytetit dhe ti e çon atje, ose do t'i ndërtojmë një pallat ku të futeni të gjithë etj me kontratë sipërmarrje, pa e ditur akoma se a do ketë një tokë në dispozicion për këtë, pra janë gjërat e hedhura. Janë lafe kot në ajër, kot. Sa për të gënjur rritjen e vlerës, zotëri hidh poshtë VKM dhe zgjidh një VKM, ajo që u çova, 477 ka në bazë të 800 dhe 100 e ca. Më fal ti po thua që ta tani kanë bërë një VKM ku kanë thënë që ne do të njohim 1/3 e pronës, e vlerës së pronës, 1/4. Tani e panë që qytetarët reaguan, thanë që çfarë po bëni se nuk na nxirni mes rrugës. Dakor? Ta thonë po mirë, hajde diskutojmë edhe një herë, po sikur t'u japim ne në një banesë në periferi, si thoni do ta pranonit ju këtë gjë? Totalisht në mënyrë informale, se nuk ka. Problemi Ja ishme dhe lloj pazari kështu. Pazar. Hajde se me që ngritë të zëri, nëse ne nuk ishim ndërmend. Problemi është në pazar në kushte shumë të pabarabarta. Po, absolutisht. Sepse letra i KMT-s ka ardhur në derë. Dhe njerëzit i thënë o take it or leave it. Logjika është që me që protestuat, se këta s'kishin ndërmend të jepin asgjë. Si keni thotë 1/3 mjaft është. Se këta kur vjen puna për kompensimin e shpronësimeve, janë shumë janë shumë të kujdesshëm, kurse kur kanë për të bërë tenderat prej miliona euro të Brinda Ballukut apo të Akshit apo të shëndetësisë, aty janë duar lëshuar, nuk ka asnjë problem. Aty tendrat merren me 99.99% të vlerës. Kurse kur vjen puna tek shpronësimi është është gjysma, domethënë nëse për rekonstruksion është rreth 6 milion. E ca për shpronësim është 3 miliona e ca. Domethënë kjo është ajo që është e rëndësishme është vlera për metër katror. Ose më mirë është ti e shprehson. E zëm se i bën në mënyrë perfekte. Nuk ka asnjë gabim, asnjë kontestim. E zëm se i bën në mënyrë perfekte. Por pse nuk duhet të njihet vlera e pronës? Pse duhet të shkelet një drejt? Atë po thosha, domethënë në planin e menaxhimit një ndër gjërat që thuhet, përveç konsultime kështu thotë duhet ta bësh me marrëveshje më zotni. E ke në ligjin shqiptar, ta thotë në ky projekt ka një plan menaxhimi të bërë nga studio që e ka fituar në 22-shën. Dhe ai ka shumë të qartë, e ka vënë sepse kështu punohet. Nuk punohet pa marrëveshje, dhe thonë nëse ai nuk bie dakord, ti i bën jep edhe mënyra se si e bën ofertën, por domethënë vlerat janë dhënë pa u pyetur fare, domethënë gjithë ky presioni që nga shtatori e solli kryeministri në tavolinë pikërisht ka protestojnë. Dhe e di pse erdhi, pikërisht ka qenë përpara kësaj lëvizjes ka qenë një tentativë e Këshillit Bashkiak për të kaluar një
fond për bonus qeraje. Dhe aty dukem në ca video për projektin TID sot. Pa nominime, pa ashtu, duke lëmë një fond, pa shifër fondi, e kupton ca gjëra që vinë në moment fundit, në darkë ja kanë çuar dhe unë në mënyrë dukem në video gati nuk e njoh venden time duke gërtitur i them, po ç'lidhje kanë këto njerëz me bonus qeraje, po këto nuk janë tërmeti, them fillojmë në rast aty. Jo, po ata nuk janë të prekur as nga një fatkeqësi natyrore. Eksakt, ata janë në shtëpitë e tyre. Çfarë do të bëj një nder? Ata nuk kanë nevojë për nder, nuk kanë nevojë për vlerë e ulurizës, le të themi, ose gërditjes time aty që ata nuk e bën. Unë preka vëni gishtin ndërgjegjës tuaj qytetare. Jeni duke votuar për qytetarët, për miqtë e juaj atje. Do me thënë, ju lutem shtyeni të paktën mbledhjen tjetër, mos e bëni kështu në mënyrë sot për nesër. Dhe ata, unë i falenderoj që të paktën e shtyn qoftë dhe pikërisht pse skaloj ajo atë natë, ndodhi ky takim. Sepse po të kish kaluar, shive çfarë po ndodh në të tilla situata. Njerëzit vijnë në presion që të pranojnë një deal, take it or leave it, kur thonë. Unë këtë kam, po deshe merre, po deshe dil për jashta. Dhe duan që ta marrësh këtë pikërisht që ti kur të prishet shtëpia, mos bësh ato skena që bëhen gjithandej. Si dolin në Liza, po unë di që në Liza atje në 5 maj, askush s'po guxon të ndërtoj, sepse ajo nuk arriti kur të firmosi. Të gjithë të tjerët e dini se çfarë kontratash kanë bërë, e di nga personat që janë në 5 maj, kanë bërë kontrata dhurimi me Bashkinë Tiranës, është skandaloze për shtëpia sociale. Kanë dhuruar shtëpitë me kontratë për shtëpia sociale që as nuk i trashëgojnë, as nuk i japin me qira. Kjo është oferta që po i bëhet dhe dursakëve. Dhe nuk po arrin ta kuptojnë, njerëzit mendojnë që më mirë se sa lek, të paktën po na ofrojnë sa shtëpia. Por nuk arrin të kuptojnë, dhe unë i them, bëjni, se është e drejta juaj, kush jam unë, t'ju them mos e bëni, unë vazhdoj luftoj për shtëpinë time, ju nëse oferta ju duket interesante, go for it, kur thonë, vazhdojeni. Por lexojeni mirë, sepse ka precedent të kësaj. Kombinati ka të njëjtin precedent, por kombinati luftoi në 22 pallate të cilat hapën çështje kundër këtyre vlerësimeve, i bënin DS5 ata që t'i shëmnin, hapën gjyqje procese gjyqësore thjesht për të kontestuar ekspertizën teknike. Dhe 18 prej tyre janë në shtëpi sot akoma. Pjesa tjetër janë rrugëve. Ka që thjesht është, i bën, i detyruan të firmosin, i detyrojnë bëjnë kontrata dhe kjo është e të mërshme. Dhe ndërkohë kanë ngelur ashtu si kanë ngelur, sepse statuset nuk bëhen aq kollaj. Po ky është problemi, se tani shpronësimi që duhet të bëj për interes publik, në fakt është privat. Tani po, shpronësimet do t'ja marrim privatit, japim një privati tjetër për zhvillim. Kjo është çmenduria. Dhe shpronësimi pastaj bëhet dhe vlera, jo vetëm që nuk është për një interes publik, po është në bazë të interes të privatit, se ku ka interes të ndërtoj rezortin apo të ndërtoj pallatin apo ku e diun. Është precedenti shumë i keq. Ky është një precedent shumë i keq. Ai mund të vëj dorë mbi shtëpinë e çdo shqiptari me këtë mënyrë. Të kanë bërë një ligj për interes publik, të vjen të sjell letër në derë dhe thotë të shpronëzuar shtëpia për interes publik. Dhe ai ligj është i tmerrshëm, ky ligj i shpronësimit është i tmerrshëm. Ka ca nëna të tmerrshme të moskthimit, që ajo e bën akoma dhe më tragjike, edhe pse ne shkojmë drejt gjyqjeve. Pushtet absolut pratikisht. Ata i kanë dhënë vetë si pushtet absolut, mbi çdo lloj. Por abuzojnë me fshehtësinë dhe në ligjet shqiptare, për fat të mirë ka akoma ligje që e përcaktojnë qartë transparencën, që dhe i shpronësimi në nenin 3 ka transparencën të para. Këto konsultimet e këtyre, ti po ti godasësh aty ti automatikisht. Unë i them njerëzit duhet i dinë pikërisht këtë, që në ligje shqiptare ka akoma ligje që ti mund t'i interpretosh pikërisht dhe që aty, sepse ka të bëjë me procedurë. Nëse procedura si ka munguar, një hallk duhet të kthehet në atë hallkën e munguar dhe të fillojë nga e para. Dhe kjo është ajo që ne po themi. Ndela po bëj ndërhyrja unë. Tani se çdo kush që viziton amfiteatrin e ka parasysh kush, pjesa që janë vila, po përgjithsisht të vjetra, shtëpi. A mund të japësh një shifër për shembull të një vile sa e kanë vlerësuar, që ta kuptojnë një rast cili është rasti më absurd dhe më i padrejtë. Kazazi, ndër të tjerë edhe këtë i zonjës Kazazi, po. Sepse ajo është 10 fish më e nën vlerë. Në qoftë se ajo sepse është në rrugë kryesore dhe në rrugë kryesore vlera e një objekti është komplet tjetër. Në qoftë se ata e kanë, sepse domethënë në ekspertizë bashkë me oborin e kanë nxjerrë rreth 400.000 euro. Ndërkohë që asaj bëjnë 47 milion
të vjetra. Po Sepse ka një histori është tjetër po. shumë domethënëse që pastaj lidhet me një problem tjetër që është mënyra se Mos si ata kanë flasim pastaj sjellur për në mënyrë selektivitetin, selektive dhe klienteliste, cilat do shëmben e cilat nuk do shëmben. Sepse zonja tregonte që një godinë ngjitur pas ishte bërë një blerje disa vite para se të ndodhte. Për ata të Dhe kështu që cilët shëmbi ajo me të drejtë, thotë nuk duan ta shëmbin sepse duhet shëmbur kjo godina ku jam unë dhe nuk mund të rekuperohet. Rekonstruksiohet. Duke nëpërmjet rekonstruktimi apo përshtatje. Ti jap vlerë tjetër. Ajo thotë me të drejtë që këta duan të shëmbin shtëpinë time, atë dyqanin e vogël që ajo ka përpara, që besoj se është shëritur, është ka arritur fëmijët me ata. Po, ka këtu është rregulluar. Ajo nuk është munduar. Ato janë dy pensionistë që nuk i bëhen bar fëmijëve dhe shoqërisë, përkundër, janë aktiv, e mbajnë gjithë atë komunitet bashkë. Është një komunitet shumë i bukur. Ai është komuniteti në Dukje Lagjesh për nga vlerat arkitektonike të diskutueshme, por që mund të rikuperohen. Unë që jam në pjesën time profesionale them shumë kollaj të rikuperueshme që t'i japësh përshtypjen madje sikur aty ka qenë prej shekush. Aty është një lagje që ka që është një ndër gjërat që po themin ne. Se dyshimi tjetër genderifikim, po hiqnin në neighborhoode të tëra. Është qartë. Që kanë aty me breza, ka 5 breza. Kanë lindur, kanë rritur. Po, me breza të tërë. Tani, çështja është që kemi të bëjmë një me nënvlerësimin e vlerës së pronës. E dyta, shpronësimi i pronës për interesa që nuk kuptohet, sepse dyshimi tjetër i madh që kanë banorët aty është që këto po shëmben, sidomos disa sheshe që po krijohen për të hapur të krijuar nesër mundësi për ndërtesa të tjera. Për hapësirë, sepse aty pa diskutim është problem parkimi dhe sistemimi i pranë shesheve, po. Dhe kjo është përdorur ndom. Dyshimi i madh dhe ka ndodhur në vende të tjera pafund. Po. Në mes Tiranës madje. Mes Tiranës. Jo, është godina ngjitur me Hotel Tiranën, që është figura e Skënderbeut. Po. Që disa interpretojnë. Aty familjet u shpronsuan për interes publik, se do ndërtohet në stacion elektrik. Dhe 6 muaj më vonë e dhanë kull. U përjashtuan familjet nga zhvillimi. E bën pikërisht që të japin vetëm përparësi ndërtuesit. Edhe duket që njëjta formë është këtu, pra po shpronsohen një pjesë për sheshe, hapësira për interes publik. Dhe një zot e di si që do bëjnë mbas, pa. Ka që thjeshtë. Po kulla mbase jo, po hapësira që ne përdorim për përdorimin e vet, sikur kaq. Se për kullën do vjen sikleta, do vitur fatyre që vjen siklet, po. Që mund të jetë kull. Jo, nuk i vjen zor. Ta morën një portë të tërë, portin e Durrësit. Ajo është dhënia ime më e madhe. Dhe ja dhan, unë nuk besoj se ja dhan, po e ndan me një kompani offshore, me një përfaqësues të Dubait, i cili do të ndërtoj, nëse s'gaboj, 200-300 pallate dhe ka 4 apo 5 vjet që është akoma nuk guxoj ta mendoj tek 3 parët. Imagjinoni unë bëm një port. Dhe duket sikur që qyteti po i shërben asaj. Domethënë po hapen akse rrugore. Flitet që do prishen edhe në këtë kuadër disa objekte të tjera që të hapen aksesimi të këtij. Domethënë çdo gjë në plazhin e Durrësit është krijuar një shëndetore pedonale prej 9 metrash, thuajse është autostradë, me shumë kontestime nga ana environmentalistëve dhe ne teknicienëve, duke thënë që mos hyn sepse hynin shumë thellë me beton e ku diun kanë krijuar sa fenomene shumë të çuditshme në plazhin e Durrësit dhe të gjitha duket që aksesojnë vetëm atë zonën atje. Pra i duan krijuar këtyre zonave tashti edhe akseset nëpër qytet që t'i japin vlerën. Domethënë mbushja që ne penguam të bëj sepse ata pretendonin që do mbushin bregun e detit me rër. Mbushet bregu me rër e merr deti mas një kohë prap. E kanë shkuar dhe e kanë çuar tashmë kanë shtuar sheshin atua se jemi në Dubai, ai sheshi tashmë është zgjeruar disa fish nga ai që ishte përpara, mbushje, ka qenë një tender rreth 4 milion, 3 miliona 800 që do mbushin detin me barierë detare, shumë i kontestueshëm. Sepse një nga bukuritë që ka, le të themi jo bukuritë, por veçoritë që ka plazhi i Durrësit është plazh familjar për njerëz që s'di not, pikërisht me atë të seksirën e vet. Domethënë duket sikur i gjithë qyteti po vëhet në funksion të një kompleksi që për mua është dhimbja ime më e madhe,
kthimi i 3 porteve kryesore të Shqipërisë me një të rënë të lapsit, se unë di pak nga procedurat, brenda një jave është hapur nisma për ndrimin e destinacionit dhe mbas një jave është ndruar destinacioni i 3 porteve të Shqipërisë, Shëngjinit, Vlorës dhe portit të Durrësit, që është skandaloze. Në projekte që unë kam marrë pjesë në International Project, një studim fizibiliteti kur bën një projekt të tillë, zgjat minimalisht 1 vit e gjysmë, 2 kështu me kohë të shtrënguar dhe mbas asaj ti do thuash e lëvizim këtë port apo jo. Domethënë ky projekt, ky objekt, domethënë është kjo një histori më vete, pa me sa duket ajo po i shërben pikërisht kësaj. Domethënë edhe qyteti po vihet në dispozicion të kësaj. Kjo është një histori më vete. Në çfarë pike jeni ju aty tani? Tani ne jemi në pikën një pjesë e njerëzve duket që po çedojnë ose rasti 5 majt. I kanë kapur tani, i kanë kapur një nga një. Individualisht, unë personalisht kam një opinion, kush ka shtëpi për të falur, le ta fali. Pushteti është vërsulur tani qytetarëve aty, do thotë çka ke ti, çka të duhet ai se ndihmojmë. Me gënjeshtra, me mashtrime do t'i japim qeran sociale, bonus ndërkohë që ka 3 vjet pa paguar ata të tërmetit, domethënë nuk ka, tu ka Durrësi është. Do t'i japim, do ndërtojmë në një pallat diku dhe do i bëni gjithë nga një apartament, gjëra të tilla. Po, e qartë, me gënjeshtra. Me mashtrime fjalë në tavolinë, gjëja e parë që ne kemi, domethënë gjëja dolëm me një deklaratë dje dhe sot po firmosim një deklaratë zyrtare që të bëj ekonomia të nxjerri të zhvlerësoj, s'po mbien fjala e dur, domethënë të nxjerrë jashtë funksioni ato letra që ka shpërndar, po themi, nëpër shtëpia, pra atje sepse ato kanë ofat, atë normalisht 23-26 duhet mbaronte procesi prishjes dhe këta nuk e kuptoj pse nxitojnë kaq shumë, sepse ne kemi, siç po e diskutonim më parë, ne kemi një rreth të ngushtë që është rrotull amfiteatrit, që është zhvlerësuar, domethënë VKM-ja është e 2021-shit, ata kanë marrë brenda 2023-shit edhe vlerën e dakordsuar atëherë, madje ka qenë më e lartë se kjo tani. Dhe një pjesë e tyre kanë marrë lekët dhe janë akoma në shtëpi. Ata e kanë ditur që do ikin. Është rrethi i ngushtë i amfiteatrit, të gjithë e pranojmë sepse siç thuhet, që në 66-ën kur është zbuluar amfiteatri, politika ka qenë që këto shtëpi mos rikonstruktohen, të lehen të rënohen deri në pikën sa njerëzit të spostohen dhe spostimi është bërë gradual. Pra kjo dorë banesash e kanë pranuar fatin e tyre, përveç 2 banesave që janë pak më periferike dhe kontestojnë me të drejtë, sepse ato që janë në një pozicion prishen dhe një ngjitur me ton nuk prishet, në qoftë se kemi kritere prishjes, duhet të jenë të gjithë për selektiviteti që për cilin flisnim. Normal, por pjesa tjetër e ka pranuar, që nga fakti që kanë pranuar ta marrin vlerën. Se në momentin që merr pagesën, ti ke bërë paktin, e ke pranuar fatin tënd. Kurse kjo pjesa tjetër është ka kohë, do të thënë, ADF-ja nuk ka hapur akoma tenderin për projektin. Sepse ADF-ja paguan për pjesën e rikonstruksion dhe rikualifikimit ebidamit dhe dikte. Ndërkohë, ata janë akoma nuk kanë hapur tenderin, se këtë kemi nga ata këtë konfirmim. Këta vazhdojnë me prishjet pikërisht të kudasin ata më oponentët dhe më të fortët. Është po një histori 5 maj, më është thonë edhe nga gazetarë që kanë ndjekur afër, që i binin pikërisht atyre që ishin më rezistent, dhe në momentin që binin ata gjithë pjesa tjetër shkonte pastaj me vrap bënte kontratat, dhe kështu është një mënyrë makabre e shpopullimit dhe e abuzimit me pushtetin. Ti ke jetuar jashtë? Unë kam jetuar në Kanada 5 vjet, jam shtetase kanadeze dhe kam punuar dhe ati arkitekte urbaniste, kam dhe diplom nga Universiteti i Torontos, major në urban planning, në urbanistik, dhe këtu kam licencë arkitekte urbaniste. Freelance, me atë timen. Për aq sa më lejojnë, sepse unë jam oponente gjithmonë kundër pushtetit dhe me të gjitha mënyrat përpiqen ta pengojnë. Vazhdojnë më duhet të bëja para ca kohësh një thjesht për rutinë, një rritje për të vlerësim pasurie, thjesht se kisha lënë masdora dhe më kujtonin që para 13 vitësh ti ke mbyllur një kompani në faliment dhe ke detyrime dhe i kanë bërë një kështu dhe kanë rritur kamatën dhe thot po shlyve atë
E them unë faleminderit, nuk e dua licencë. Po sikur bën ligj për faljen e gjobave këta dhe të kamatave. Ja bëjnë faljen e gjobave, po Po jo varet për për asesion. Varet për Jo si asesion. Jo, është gjithë ideja që ata luajnë gjithmonë një gur për të e kanë një skeletonin e klozet. Për shpresion vetëm mos fali sot për është të përdorimi i gjëra. pushtetit në mënyrë Pa, i bëjnë për frikshme, të. është Zë mos është përdeve në tipike. rreth kështu. Në fakt, Tientela ke qenë një zë kur ajo stoko, në fakt edhe për oponencin që ke bërë, por edhe për modelin e zhvillimit. Për shembull, unë e kam parë në këtë kundërshtrimin tjetër, pra të modelit të zhvillimit. Tani, amfiteatri Durrësit është një nga pasuritë më të mëdha që ka pas Durrësi, që kur u zbulua. Por problemi është që kur u zbulua dhe u nxorën në rrugë familjet e para në kohën e komunizmit, është kthyer si një mallkim aty, apo ja. Po, mallkim në sensin që nuk është punuar asnjëherë seriozisht. Po. Sepse unë bie shumë dakord me parimin që ju përmendni, se njihni shumë mirë dhe si urbaniste, që sa herë që ka një projekt të tillë, qeveria gjë e parë që bën është të bjerë dakord me komunitetin, që komuniteti të përfitojë. Në rastin konkret, jo vetëm që po urrëmbem pronën me vlerë qesharake, por si këta banor autokton aty të ishën pjesë e këtij zhvillimi të ri apo jo. Disha të saksoj dhe diçka. Dhe kjo nuk ka ndodhur fatkesisht, sepse ajo që unë po nuhas, është kjo që banorët që janë aty, jam rrëmbem pronat me vlerë qesharake. Në emër të amfiteatrit, dhe kjo është e lexet. Kjo është gjëja më e trisht, jo lexesh. Kjo është triku pra, sepse të gjithë bijem dakord, të gjithë bijem dakord që amfiteatri ka nevojë të gërmohet. Të gërmohet, të paktën të hapet gjithë lehtësi. Ka qenë në fillim. Problemi është që kur shkon për tek kësaj, pastaj që ti ta përdorësh për të pasuruar një grup të caktuar që ne nuk e dimë se kë do bëjnë, se këta i mbajnë fshehtë gjërat apo jo. Fiksi projekti që i përmendë 5 maj kombinati, se janë që në duar të fsheta këto, ky është problemi i madh pra. Ti nuk mund të përjashtosh banorët qindra vjeçar aty, sepse do të pasurosh ti. Unë jam edhe i parimit, ai që ka pronën aty, pse jo të bëhet pjesë nesër e konsorciumi që do ta menaxhojë, të marrë përqindjet e veta. Ai ka pas fatin të jetojë aty, why not, domethënë. Ideja është që domethënë përjashtimi i njerëzve që kanë, aty bëhet fjalë një pjesë e mirë me tapirën 100 vjeçare. Dhe gjëja më paradoksale, dini kush është që njerëzit janë me tapirën 100 vjeçare dhe dalin pronar të pavërtetuar ose tok shtet. Vetëm sepse administrata shqiptare nuk ka pasur decency të kaloj dokumentacionin nga një generation te tjetri. Dhe kjo është një tragjedi më vete. Ata kanë bërë Kastilën për atë punë. Po, unë po të them që kjo është një tragjedin edhe në theth që kemi përmendur, kullat e gurit 150 vjeçare. Është shmuar e drejta e pronës, pavarësisht se ata de facto ishin përdoruese dhe të gjithë e dini që ishin pronar përdorues me vite, ata fitojnë të drejtë. Absolutisht. Është shmuar e drejta e pronës sepse sa më shumë e paqartë është situata, sa më pak të drejta kanë qytetarët, aq më lehtë kanë për të abuzuar dhe për të përdorur pushtetin në favor të tyre. Kjo nuk ka pse diskutim. Shiko, çështja e pronës si thash është ky është një nga mallkimet. Është mallkim, është jo mallkimet çështja në mënyrë shqiptarëve është, kupton, ti si je pronar si je pronar. Po. Dhe je gjithmonë me ankthin sot jam pronar, por s'kam letrat. Pastaj marr letrat, por prapë pastaj ma shpronsojnë me porosi të një privati, jo për interes publik, kupton? Kjo është një çmenduri e vërtetë. Dhe është padrejtia më e madhe që është bërë ndonjëherë popullit shqiptar. Nuk ka gjë më të madhe. Dhe jo vetëm pengon të gjitha, më është e drejtë themelore çdo qytetari. Pronat janë rrëmbyer në gjatë regjimit komunist, nuk janë kthyer në 91-shin, se në fund nuk është se kaloi shumë vite nga shpronsimet që ishin bërë, se shpronsimet nuk janë bërë gjitha në 44-45. Janë bërë etapa me etapa gradualisht, janë shpronsuar dhe vitet 60, kooperativat janë bërë vonë. Po. Pas 30 vjetësh, 30 nuk është se është në një kohë e jashtëzakonshme. Patjetër. Në 91 nuk janë rikthyer pronat. Kjo është çmenduri. Pastaj presidenti jonë është akoma dhe më keq, ti i ke me shumica dëshmojnë, që kanë certifikatat dhe ti ja preke dhe ja merr në këtë. Përveç saj, dhe atyre që është dhënë prona, dhe atyre që është njohur prona pas mundimesh të tmerrshme. Gjykata, procedura, aplikime, dim si funksionojnë gjërat në Shqipëri. Një ditë bukur vjen kryeministri e thotë shikoj se këtë tokës tënde apo pronës tënde i ka vënë syrin një oligark. Apo i ka vënë syrin kryetaria e bashkisë. Shumë e bukur më duhet mua. Po, më duhet mua. Nuk e them kështu, po, se ti nuk di ta zhvillosh, ti nuk di ta vlerësosh, ti kërkon shumë,
Po. Dhe kështu që do më japësh mua me vendim me qeverisë. Qesharak. Do të tregoj një histori interesante në bulevardin e Bidam, që quhet diku rruga Tregtare në Durrës, pra që është pikërisht ky aksi kryesor që këto synojnë. Me ardhen e demokracisë, me një kohë relativisht të shpejt, le të themi, në 95-ën maksimumi, u morën të gjitha dyqanet poshtë, por objektet vet nuk ju kthyen pronarëve. Aty kishte objekte me pronar që njifeshin, që merreshin. I morën pronarët. Do të thënë i kishin në posedim entet, po themi shtetërore apo dhe ju kthyen me pak vështirësi, po brenda 95-s në mos gaboj, në përdorim. Ju dhan. Ju kthyen, do të thënë dhe kjo që për hir të faktit të dëshirës dhe të vullnetit pozitiv të administratës së kohës, të personave që e bën, ja kthyen pronarëve dhe fati mirë i pronarëve është që të paktën morën dyqanet. Ndërsa objektet vet u deshën dekada për t'i marrë. Dhe unë mund të tregoj dyqanin në të gjithë godinën, por nuk morën dot, sepse aty kishte një problem të madh social që kishte banor, që u gdhin një ditë pas shtëpisë. Ndërkohë që të tjerët privatizohen ata gdhin. Rasti i objektit që kemi ne është kështu, do me ne nuk e kemi marrë më shumë se 10 vitet e fundit. Ju si familje. Po si familje, sepse atë e ka pasur dikush edhe pse ki shkuar në emigracion, me vite të mbyllur dhe ti nuk e merrje dot në posedim me idenë që mos e leje të vastre atë. Dhe shkaku i degradimit shpesh i shumë strukturave në këtë zonë është dhe për efekt të saj. Dhe kjo në fund vjen puna i vetë emri shtesë e papërshtatshme apo objekt që duhet ta prishësh, kjo e bën akoma më. Luftove me dekada. Domethënë unë kam pas një debat të fortë, u bë gati si qesharake biseda, pa unë e pata shumë seriozisht, i thash në 45-ën në takime me kryeministin, në 45-ën komunistat e morën këtë objekt, trashëgimtarëve të familjes Koja, dhe po komunistat po e prishin tani, thash. Dhe ne komunistat, thoshte ai ne komunistët, ju komunistat, ashtu e lëmë thash. Ju komunistat. Janë dhe krenar. Jo, domethënë ai do e mbronte deri në fund atë të vetën, po at least ai thot. E pranon me gojë. Dhe kriminalët e krenar. Pa. Ke luftuar 20 e ca vjet ta marrësh pronën me pronë. Si? Dhe edhe sa e merr nuk e gëzon dot. Ndërkohë kjo ka qenë zonë restriktis, të lënë ta ngacmoja. Se do ta bëjmë, se do ta bëjmë dhe në ditën e kur i erdhi dita dhe qesharakja e këtyre pronave është kështu rasti. Jo, në hapeni këtë se i duhet dikujt, domethënë. Hapeni edhe aty ka nevojë për. Po. Edhe rasti jon, po s'dua ta bëj personale, se s'ja vlen të hysh personalisht, unë merrem me grupin e projektit. Pse firmosni projekte të tilla? Merrem me ata që të hartojnë detyrën e projektit. Na jepni detyrën e projektimit, i themi. Çfarë detyre ka pas ky projekt? I shkojmë ADF-s, i themi, na jep detyrën e projektit, nuk guxojnë ta japin. Sepse po të sjellin në një projekt, po të sjellin detyrën e projektimit, ti e shikon më zotni, ti se ke pas detyrë me prish objekte që kanë histori nga kjo në kjo. Ti nuk e ke pas detyrë të hapësh pjesën lindore të murit të vjetër antik. Ke pas detyrë vetëm rekonstruksion, rikualifikim. Titulli i projektit ka qenë rekonstruksion, rikualifikim. Sidomos në periudhën 22-24 është bërë nami. Këti i vijet, ne e quam në SPAK, dosja jo nuk ishte e mbushur se me aq se arritëm, SPAK-u na e ktheu në administrative prap, ne po tentojmë ta çojmë përsëri në SPAK, por kanë kosto të larta, jo vetëm kohë edhe financiare, por që duhen dokumentacione, se përpara se të dëshmosh një gjë në SPAK, që janë rastet korruptive pafund. Dhe një nga arsyet që unë e dalloj që ky projekt nuk ka një këmbë mbrapa është sepse aty duhet të jetë bërë një xhiro d'afari shumë e madhe ndërmjet njerëzve që e dinë se si po zhvillohet projekti dhe kanë blerë e kanë shitur prona sepse aty do hapet kjo dhe do ndërtohet kjo. Dhe normal që në këto kushte ata nuk bëjnë asnjë hap mbrapa. Në qartë, sepse kanë bërë investime. Sepse kanë bërë po. Edhe me të mërshme është që përdorin historinë dhe amfiteatrin në kuadër të... Dhe kjo është gjë më e shumtuar. Ndërkohë që pak vite më parë, kur bën projektin e Velierës, për të vënë Gjushit, sa ishte ka 20 milion euro, ajo tenda e shumë. Ajo ka shkuar shumë. U gërmua nën toka dhe u zbulua porti i vjetër Osman, pra një gjetje arkeologjike e nivelit parë. Dhe në kupton, sipas ligjit të ndalonin punimet, sepse u gjet një amfiteatër i ri pra. Jo, beton direkt, edhe që të argjonte Gjushi 20 milionë. Shoqëria civile ka luftuar fort në atë kohë. Por jo, këta dashnorët e trashëgimisë pra, se e kanë bërë Durrësin aty ku duan ja vënë syrin, e ngulin piketën, ndërtojnë ata.
Unë kam një histori shumë interesante, më ka qelluar të bëj një trajnim jashtë Shqipërisë dhe jepnin për environmental and do të them për menaxhimin e parkeve natyrore dhe ata jepnin një shembull shumë të bukur në pjesën e zhvillimit në përgjithësi të qytetërimeve. Shembullin e Eastern Island, dhe kam thënë shumë herë, po më pëlqen ta them prapë. Eastern Island është një ishull në mes të paqësorit, i cili ka qenë larg çdo civilizimi dhe ka qenë shumë i zhvilluar. Ka ato tipike ato janë ca skulpturë, statujat si me ato kokat, po. Ka qenë që nga statujat që shikon tregon se sa i zhvilluar ka qenë ai qytetërim atje. Nga super shfrytëzimi i natyrës, ai ishull përfundoi me 700 banor nga një numër shumë i konsiderueshëm dhe me vlera gati deri në starvation. Dhe ata domethënë grupet e environmentit e japin këtë si çfarë mund të ndodhi nga super urbanizimi, super shfrytëzimi. Dhe unë këtë ja them jo si gati si mallkim, po ja them si paralajmërim të gjithë atyre që futen me agresivitet në Tiranë, në Durrës, e kudo. Ju futeni me agresivitet. Ju I merrni ujin, burimet, pamjen, ajrin të gjithëve. Po mos kujtoni se kjo që keni krijuar do të zgjasi, sepse në momentin që ti hyn me aq ka agresivitet, edhe prona që ti pretendon se do të rritet vlera, ka shumë shanse ti humbi komplet. Vërtet është. Tani Entela, falenderojmë shumë, unë të përgëzoj një për këtë betejë që po bën, sepse unë jam I bindur që ti nuk e bën vetëm për atë padrejtësi që po të bëhet edhe ty si qytetare, por e bën sepse beson që këto duhet reaguar, se rasti juaj nuk është rasti vetëm fatkeqësisht, por këtu rasti I abuzimit dhe tjetërsimit dhe zaptimit të pronave të qytetarëve thjesht është I përditshëm, është me thënë të drejtën, I kam hyrë me idenë që të krijojmë një precedent që qytetarët mund të fitojnë. Mund të reagojnë dhe mund të fitojnë, absolutisht. Jo të reagojnë. Unë kam po të reagojnë dhe të fitojnë, po, të reagojnë dhe të fitojnë. Tani dhe besoj që ne diçka do fitojmë. Siç e ke parë, ne na keni në mbështetje, do vazhdojmë të luftojmë së bashku, do bëjmë çmos që t'ja dilni, që kjo padrejtësi t'japin fund kësaj padrejtësie dhe të bëhet shembull për çdo padrejtësi tjetër që mund të tentojë në të mos preket, kjo është. Të mos preket dhe qytetarët të reagojnë. Sepse dhe qytetarët reagojnë, absolutisht. Ne fatkeqësisht jemi mësuar me këtë ide që mos e pronën dhe ta marrin, dhe ta mojnë, dhe të shpërblejnë me një vlerë qesharake, por nuk është e vërtet. Ne duhet të ngulim këmbë, nuk duhet dorëzohemi. Se po u dorëzuam për pronën, vajalli pastaj për çështjet e tjera. Kur të prekin në mënyrë të drejtë për drejtë, me një të drejtë që të takon. Dhe është shumë e thjeshtë, ti je në shtëpinë tënde, je në punën tënde, vinë të nxjerrin nga shtëpia, ti japin një vlerë qesharake, thon shko dhe blije ku të duash në periferi. Po ngritë pak zërin, thonë po mirë haj se po t'jap bonusin që ranë që s'ka lidhje, si që di. Po e ngritë zërin akoma shumë thonë, po ç'ke ti se do ndërtojmë një pallat, do I them unë se kështu funksionojnë, është çmenduri. Bashkia, kryetaria e bashkisë do bëjnë një ndërtesë dhe ti ju do keni mundësi të strahoheni në këtë ndërtesën e re që do ndërtojmë. Është çmenduri. Është vërtet çmenduri. Sepse këta e trajtojnë pronën publike në atë parë, po tani dhe pronën private, sigur kanë tyre. Ata mendojnë se mund të bëjnë çfarë të duan. Kështu që zoti të gjërat po ndryshojnë, sepse qytetarët po reagojnë, se deri para ca kohe nuk reagonin, tani po deri para ca kohe as meni mundimin të reagonin. Po dhe nga ana tjetër edhe që merita e këtij grupimi është që u bë një zëshëm. Do të thotë ne po flasim me një zë. Pikërisht. Dhe shpresojmë që mos të dorëzohen. Siç e thash, unë desha të shtoj edhe diçka. Ne që kemi jetuar jashtë, ju keni jetuar jashtë, unë kam jetuar në Kanada, e kemi parë që kultura qytetare në vendet ku ne kemi jetuar është e tillë që të drejtat fitohen. Luftohet fort për të drejtat. Nuk t'i jep njeri. Dhe kjo është arsyeja që unë përpiqem të bëj për rastin tim, duke I treguar të gjithëve që të drejtat nuk t'i fal njeri. Duhet I kërkosh vetë dhe edhe në ato vendet ku çdo gjë është e mbërthyer me ligje, po se kërkove nuk. Ky është precedenti që ne duhet të krijojmë me të gjitha këto lëvizje qytetare, pa dashur të bëjmë se nuk kam dashur kur të jem pjesë e kësaj, e kam thjesht profesionalisht. Po se ngritë zërin, po nuk e ngritë zërin, nuk ke për mos prit të vit të sjellë njëri në dorë. Mos prit që dikush të ngrej zërin për padrejtësi. Kështu që kjo është totalisht dakord me ty.
Ne jemi këtu pikërisht për këtë, për të mbështetur ata që ngrënë zërin, për të mbështetur ata që nuk dorëzohen përballë paladrejtësive. Që e bëni detyrën tuaj shumë mirë. Faleminderit ju. Faleminderit. Ja, Ne kemi për detyrë. Do vim prapa aty ku ju protestoni. Good, that's good. Faleminderit. Faleminderit.